me projektin e klasa lënda e matematikës, klasa e 9, arsimtarët që Maledin e Mini. Njësia mësimore, ushtrime 2, zgjidhja e sistemit të barazimeve me metodën e zaventësimit. Shkolla fillore, Liria Shkull, data 1/5/2020. Pra, për orës të kaluar, mësuam zgjidhjen e sistemeve barazime me 2 të panjohura me metodën e anulimit, dhe të thot koeficientit të kundër, kurse tani dhe të japim një sqarim lidhje me zgjidhjen e sistemit atë barazime me metodën e zaventësimit. Kjo metodë përdoret pra në zgjidhjen e barazimeve, e si sistemeve të barazimeve, dhe dhe të japi një sqarim për zgjidhjen e tyre. Në fillim të marrim një sistem të barazim. Është në sistemi barazimeve x plus 3y barazime 8 dhe 2x minus 4y barazime 6. Çka flitet në këtë metodë? Zgjidhja e detyrës. Në fillim, shënon të 2 barazimet, si për që i kemi mësuar më parë, dhe njërën prej këtyre barazimet ta paraqit ose x-in ose y. Ja, në këtë rast e kemi nxjerrë x-in. Pra, prej këtyre barazimit del se x-i është i barabartë me 8 minus 3y. Këtë plus y nxjerrim nga ana tjetër. Pra e gjesim vetëm vlerën e x, edhe pse nuk e dim se sa është vlera e x. Dhe tani përshkruajmë barazimin e dytë. Shifë këtë barazimin e dytë, x-i ne kemi bën me të kuqe. Çka do të thotë, në herën hapin tjetër, në vend të x-it do ta shënojmë këtë 8 minus 3y. Ja. Kjo e para përshkruar, sikur që është, kurse e dyta, pra në vend të x-it, shivetesh në klapa, e kemi shënuar 8 minus 3y. Dhe vazhdojmë atë tjetër, x-i është 5, kurse y-i ishte 1. Pra, kjo është zgjidhja e sistemit. Zgjidhja e sistemit është x-i 5, y-i barazinë. Që ta keni më të qartë, të bëjmë edhe një detyrë. Detyra 2, të zgjidhë sistemi i barazimeve me metodën e zaventësimit. Zgjidhja e detyrës. Është dhënë sistemi i barazimeve x plus y barazime 5 dhe x plus 2y barazime 8. Nga ky barazimi i parë e nxjerrim x-in, dhe se x-i y-në mbana tjetër, 5 minus y. Dhe kështu, në vend të x-it ta shënojmë 5 minus y. Ja. Plus 2y barazime 8. Pason, x-i barazi 5 minus y, shive përshkruhet, dhe këto minus y plus 2y bën plus 1y se y. 5 gjerë është se barazime 8. X-i barazime 5 minus y, y-i barazi 8 minus 5. 5 kur dalën nga nga tjetër, bëhet negative. X-i barazi 5 minus y, del rezultati y-it barazi me 3. E tash, kur del y-i barazi me 3, e zaventësojmë të ky barazimi lartë. Vend të y-it pra shënojmë 3. X-i barazi me 5 minus 3, y-i barazi me 3. X-i barazi me 2 dhe y-i del 3. Pra, zgjidhja e sistemit është çifti i renditër
x pres y barazi me x'in 2 ve y3. Ta bëjmë edhe një detyrë që ta kemi edhe më të qartë, të zgjidhë sistemi i barazime me metodën e Zavensit. Zgjidhja e detyrës, është dhënë një barazim x minus 1 barazim me y. Pra vetë është ndahë, y e vetë që kërkohet, pra është e saktë sa është y. Kurse barazimi tjetër, 3x plus 2y barazim me 3. Që mos që habit kjo mund të shkruhet edhe sikurse y barazim me x minus 1. Vetëm i ndrojnë anën e vetë. Dhe në vend të y tash, e shënojnë këtë x minus 1. X me shive se e kemi zanës. Dhe 3x plus 2 klapa x minus 1 barazim me 3. Kjo tash vazhdojnë të përshkruhet y barazim x minus 1, kurse këtu liromi prej klapa. 3x i përshkruhet plus 2 herë x, 2x, minus edhe plus, minus, 2 herë 1, 2, barazim me 3. Kam bërë 3x plus 2x, pra bëjnë 5x, barazim me minus 2 që ku dalë në anën tjetër bëhet plus 2, dhe thot bëhet 5. Y barazim me x minus 1. 5x barazim me 5. Y barazim me x minus 1, kurse x i tash, x i barazim me 5 të 5-ët, i rrjedh se y barazim x minus 1, x i barazim me 1. Pra tash x i në nëzorëm, x i vlerën e x i tash 1, të zavendësojmë të vlera e tjetër të gjejmë y. Vend të x i pra shkruajmë 1, edhe y barazim 1 minus 1, y 0, për x i 1. Pra, zgjidhja e sistemit është çifti i renditur x pres y me vlerën e x-it 1 dhe vlerën e y-it 0. Besoj se me këto tre detyra, së do pak e kemi posqaruar mënyrën e zgjedhjes së dy barazimeve me dy të panjohura me metodën e zavendësimit. E tash cilën metodë ta përdorni, parsisht jo është e njëjta, pra për të dy metodat, do që me koeficiente të kundër ose me eliminim, do që me zavendësim, pra rezultati është i njëjtë. Miru pafshim derisa në orën e ardhshme. Qashmet bëjnë minus 9. Që mos të ngelim pra të dyjat negative, ose y dyshore me negative, e shumëzojmë me minus 1. Dhe kjo të paraqitet tash, 8 minus 3x, pra 8 minus 3y, kurse kjo ngel 10y parazime. 10y bëjnë vetë, kurse 1y parazime 1. Nga kjo, del se y tash është 1. Vazhdojmë atë tje. Tani, për vlerën e y-it, zavendësojmë në barazimin x barazim 8 minus. Ja këtu lartë pra, ku e shënum, dhe të zavendësojmë për vlerën e x-it me vlerën e y barazim me 1. 8 minus 3 herë 1, pra y 1. Kjo tjetra përshkruhet y barazim me 1. Rrjedh x-i barazim 8 minus 3, 3 herë 1 bëjnë 3, y barazim me 1, dhe x-i barazim 8 minus 3, x-i është 5, kurse y ishte 1. Pra, kjo është zgjidhja e sistemit. Zgjidhja e sistemit është x i 5, y barazim 1. Që ta keni më të qartë, ta bëjmë edhe një detyrë. Detyra 2, të zgjidhë sistemi i barazimeve me metodën e Zavensit. Zgjidhja e detyrës.
Açılan sistem bir parasıyla x plus y parasıyla 5 ve x plus dy parasıyla 4. Какви паразими пар нзерим x-in derse x ypsilon'un banatiyada 5 minus ypsilon. Dakle što da venta x taşışının 5 minus ypsilon. Ja. Plus dy parazime 4. Passant x parazim 5 minus ypsilon, šive poškrovat. Dakle minus ypsilon plus dy 1 plus ni ypsilon s ypsilon. 5 geedastusse parazime 4. X parazime 5 minus ypsilon. Ypsilon parazim 4 minus 5. 5 akudalen garanteerde var negative. X parazim 5 minus ypsilon.